Nesër do jemi ne, kur heshtja bëhet bashkëfaqësi. Jetojmë në një botë të çoroditur, ku ekrani i telefonit na sjell para syve tragjedi nga çdo cep i globit, por zemra jon nuk dridhet më. Shohim fëmijë që vdesin pa faj, gra që përdhunohen me heshtjen tonë përreth, foshnja që bombardohen në djepin e tyre, në Gaza, në Kongo, në Yemen, në Armeni, në Myanmar, në rajonin e Ujgurëve në Kinë. Dhe ne thjesht kthejmë kokën diku tjetër. Ndoshta te një video e TikTokut, një ndeshje futbolli apo një selfie me filtrin më të fundit. Sepse është më e lehtë të mos shohësh. Më e rehatshme të mos ndjesh. Më e sigurt të heshtësh. Por heshtja jon nuk është e pafajshme. Ajo është bashkëpunim. Është firmosje me pasivitet e një marrëveshjeje me shtypsin, me vrasin, me regjimet që ndërtohen mbi kockat e fëmijëve dhe gjakun e grave. Dhe më pas, me hipokrizi të pacip, fajsojmë politikën. Fajsojmë liderët tanë, sistemin, institucionet ndërkombëtare. E kemi të lehtë të themi, është faji i tyre. Po kush i mban në pushtet këta lider? Kush u jep fuqinë të shtypin të dobtin, të ngrenë mure dhe të shesin armë mbi trupat e popujve të pafajshëm? Përgjigjja është e thjeshtë dhe therrse, ne. Ne që votojmë për ta. Ne që nuk votojmë fare. Ne që heshtim kur duhet të bërtasim. Ne që pranojmë pa u trazuar, që nuk dalim në rrugë, që nuk kërkojmë llogari. Ne që na mjafton të jemi pak më mirë se tjetri dhe e pranojmë shtypin me kushtin që të mos na prek ende. E shikojmë Gazën dhe themi, sa keq. Shikojmë Kongon dhe themi, fatkeqësi. Dhe vazhdojmë jetën tonë. Mjafton që bombardimi të mos jetë mbi çatin ton, që ushtari të mos jetë në derën ton, që fëmia ynë të mos flejë në kamp refugjatësh. Kemi ndërtuar një sistem cinik të krahasimit, jemi më mirë se dikush tjetër dhe kjo na mjafton për të heshtur. Por historia ka një ligësi të vetën, ajo përsëritet mbi ata që harrojnë. Dje ishte gjenocidi i popujve indigjen në Amerikë Veriore e Jugore, Zeland të Re, Australi, Afrika. Dje ishin kampet e përqendrimit në Evropë. Ishte Ruanda, ishte Bosnia, Kosova, Camëria. Sot janë Gaza, Kongo, Armenia, Kina dhe lista vazhdon. Po nesër? Nesër do jemi ne. Po, ne. Ne shqiptarët përsëri. Ne europianët përsëri. Ne që sot jemi më mirë e ndaj mendojmë se tragjedit nuk na përkasin. Por ajo që nuk kuptojmë është se çdo herë që heshtim për një popull të shtypur, për një foshnjë të vrarë, për një nën të përdhunuar nga lufta, ne shkruajmë vetë fundin ton. Liderët tanë nuk janë problem më vete, ata janë pasqyra jonë. Ata janë produkti i tolerancës sonë ndaj padrejtësisë, i mungesës sonë të revoltës, i vetëkënaqësisë që na shurdhon. Politikanët e korruptuar, hipokritë dhe të zhytur në interesa, ekzistojnë sepse ne i lejojmë. U japim votën, u japim heshtjen ton, u japim legjitimitet. Dhe ndërsa ata ulen në tryeza diplomatike dhe pinë verë të shtrenjtë duke nënshkruar marrëveshje që vrasin jetë, ne rrim të ngopur me fjalin, jemi më mirë se në Kongo. E kemi kthyer gjakun në statistik, vdekjen në hashtag, e padrejtësinë në çështje të ndërlikuar politike. Por nuk ka asgjë të ndërlikuar në të vërtetën, askush nuk ka të drejtë të vrasë fëmijë. Askush nuk ka të drejtë të heshtë kur gratë përdhunohen. Askush nuk ka të drejtë të bëjë biznes me gjenocidin. Dhe askush prej nesh nuk ka të drejtë të rrijë duar kryq. Ndaj, nëse nesër do zgjohemi dhe do jetë radha jonë, dhe ajo ditë do vi, më shpejt se ç'kujtojmë, le të kujtojmë që kjo ndodhi sepse ne nuk folëm sot. Dhe nuk ka më turp më të madh se sa të duar trokasim lirin kur e kemi, por të heshtim kur dikush tjetër e humb. Nëse kjo botë do ndryshojë ndonjëherë, do jetë nga ata që nuk mbyllin syt përballë së vërtetës. Bëhu njëri prej tyre. Sepse heshtja jon vret po aq sa armët.